ujësjellësi shpeshherë ka restriksione, mungesë të furnizimit të ujit, probleme, defekte. Do gjeni një zgjidhje që mos ta flasim këtë muhabet edhe pas 4 vitesh. Dëgjoj. Në ujësjellësin e Tetovës, në rrjetin e shpërndarjes të rezervuari i tanishëm, kemi rreth 9 milion metër kub në vit. 9 deri në 10 milion metër kub në vit. Tetovës i duhet mbas të mesatares së numrit të banorëve që jetojnë këtu, i duhen rreth 7 milion metër kub. Ne do me thënë kemi dikund 2 milion metër kub më shumë ujë se sa që është nevoja e qytetit. Cila do të jetë zgjidhja? Aktualisht ajo po keq shpërdoret dhe po keq menaxhohet. Sigurisht se nuk mund të aplikohen faturat në mënyrë paushale. Sigurisht se do duhet që i gjithë uji i harxhuar të faturohet në bazë të metër kub sa do harxhojë një familje. Nëse ju zgjedhin për kryetar të ardhshëm, do ta jepni ujin me koncesion ashtu siç bëri Kasami me Sabër më herët? Absolutisht jo. Absolutisht jo. I garantoj tetovarët se kjo nuk do të ndodhë. Sepse uji i pishëm është jetik për jetën e njerëzve, edhe kjo do ishte një maskarallëk që të ndodhë që ujin e pishëm ta privatizojnë. Të jenë sigurt tetovarët se kjo nuk do të ndodhë.